Përshëndetje, shenja e demit. Sot do të interpretojmë kartat për javën 19 me 25 janar 2026. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi Heremitin, mbretëresha e kupave, 2 shkopinj në të kundërt dhe dielli. Atëherë me Heremitin tregon se në planin personal jeni në një periudhë reflektimi ku ju tërhiqeni pak nga zhurma e jashtme për të kuptuar më mirë çfarë ndjeni dhe çfarë ju duhet realisht. Mbretëresha e kupave tregon se pavarësisht këtij izolimi të butë, ju jeni shumë të ndjeshëm, intuitiv dhe të prirur ndaj mirëkuptimit emocional. 2 shkopinjt në të kundërt tregon se keni pasiguri për drejtimin, sikur e dini që duhet të bëni një zgjedhje apo të hapni një kapitull të ri, por ndiheni të bllokuar nga frika e së panjohurës ose nga hezitimi. Dielli, megjithatë, është një sinjal shumë pozitiv. Ai tregon se pavarësisht hezitimeve, ju keni potencial për qartësi, gëzim, shërim dhe një energji të re që po vjen drejt jush. Është sikur drita po ju pret sapo të vendosni të dilni nga dyshimi. Dëgjoni vetmin tuaj dhe mos e shtyni pafund një vendim. Kalojmë tek familja ku kemi 7 shkopinj, drejtësia, të dashuruarit dhe 9 shpatat. 7 shkopinjt tregon se në familje mund të ndiheni sikur duhet të mbroni qëndrimet tuaja, kufitë tuaja apo vlerat tuaja, sikur jeni në një pozicion ku duhet të mbroni veten nga kritika, presioni apo keqkuptimet. Drejtësia tregon se duhet ekuilibër dhe sinqeritet. Çfarë është e drejtë dhe çfarë duhet thënë. Të dashuruarit në familje tregon zgjedhje të rëndësishme lidhur me marrëdhëniet, anën e të afërmëve, aleancat apo kufit emocional. Mund të jetë moment për të vendosur me kë do të lidheni më shumë dhe nga cilat dinamika toksike do të distancoheni. 9 shpatat tregon ankth, mendime të tepërta, net pa gjumë. Ndoshta mund të shqetësoheni për një të afërm, një vendim familjar, ose të ndiheni fajtor në lidhje me diçka. Kalojmë te dashuria ku kemi Hierofantin, 4 kupat, rrota e fatit dhe perandori. Me Hierofantin tregon se në dashuri tema qendrore është serioziteti, përkushtimi dhe vlerat. Nuk flitet për lidhje sipërfaqësore, por për marrëdhënie që mbështeten tek tradita, morali, stabiliteti ose institucioni i martesës, lidhjet e qëndrueshme pra. 4 kupat tregon një ndjenjë boshllëku emocional, sikur ajo çka keni përpara nuk ju mjafton, ose ju duket e mërzitshme, ose ju nuk jeni plotësisht të hapur për mundësitë që po ju ofrohen. Rrota e fatit tregon se një kthesë e madhe karmike po afrohet në fushën e dashurisë. Edhe ciklet përsëriten, por tani ju vjen një shans të dilni nga një model i vjetër, të hapeni për një fazë të re, ndoshta edhe të papritur, sepse perandori tregon energjinë e një figure shumë të fortë, që mund të jetë personi juaj që merr rol autoritar apo edhe ju vetë, që më në fund të vendosni strukturë, rregulla dhe stabilitet në jetën tuaj sentimentale. Pra në dashuri mund të ketë nevojë për të vendosur kushte më të qarta në marrëdhënie, pra çfarë pranoni e çfarë jo. Ndoshta mund të ketë një kthesë në lidhje ose bëhet më serioze ose ju kuptoni që nuk përputhet me vlerat tuaja. Kalojmë tek puna ku kemi 8 shpatat, perandoresha, kulla dhe 10 shpatat. Në punë me 8 shpatat tregon se mund të ndiheni të bllokuar, të kufizuar, sikur nuk keni zgjidhje, ose sikur duart ju janë lidhur nga rrethana që nuk i kontrolloni plotësisht. Perandoresha është një kartë rritjeje, bollëku dhe krijimtarie. Ajo tregon potencial të madh për zhvillim, frytdhënie, projekte të reja dhe një aftësi natyrale për të krijuar diçka të bukur e të dobishme. Por ky potencial kërkon të çliroheni nga frika dhe mentaliteti i viktimës. Kulla tregon ndryshim të papritur, prishje strukturash, një tronditje që rrëzon diçka të vjetër që nuk ka themele të shëndosha. Mund të jetë krizë në punën aktuale, një lajm i papritur, një konflikt që nxjerr në pa të vërteta të pakëndshme, ose një detyrim për të ndryshuar drejtimin. 10 shpata tregon një fund,
një kapitull pune mund të mbyllet, ndoshta në mënyrë jo të lehtë. Unë do të thoja mos u friksoni nga një fund apo prishje, sepse ndonjëherë Zoti rrezon atë që nuk kemi guxim ne që ta lëshojmë vetë, pra. Kalojmë te Prism Oracle ku kemi trishtim, sadness. Kjo kartë tregon se mund të ketë momente trishtimi, lam të mirash, melankoli për atë që po mbaron, qoftë në punë, qoftë në dinamika familjare, ose në mënyrën se si jeni mësuar të jetoni. Ky trishtim nuk vjen për t'ju fundosur, por për t'ju lejuar të ndjeni plotësisht një kapitull që po mbyllet, në mënyrë që të mos e mbani më peng në zemër. Edhe nëse do të lotoni, ato do t'jenë lot pastrues. Unë do t'ju thoja që t'i jepni vetes leje të përcjellni pikëllimin ashtu siç i ka hije. Paçim.